E qartë, kjo sa për të diskutuar edhe çështjen e gjykatës kushtetuese, por që i bie nëse brenda këtij afati nuk zgjedhet presidenti i ri, pas 45 ditësh përfundon në fakt mandati i Vjosa Osmanit, që i bie më 5 prill. Jo, përfundon me 5 prill. E më pas ushtrues detyre i bie të jetë Albina Agjendi. Ashtu. Deri në zgjedhjet e reja, deri në zgjedhjen më pas të presidentit të ri, që i bie diku 6 muaj. Jo, 6 muaj i ka prej ditës kur e merr mandatin si ushtrues detyre. Prej 5 prillit. Prej 5 prillit i ka 6 muaj ditë se kushtetuesja ka përcaktuar kësaj. Po mirë, po tash nëse dojmë na qysh pe kërkon BV-ja, na thon çka do të bëhet pas 6 muaj? Nëse nuk zgjedhet, kushtetuesja nuk e ka përcaktuar këtë. Nuk e ka para pa? Ja, s'ka para pa asgjë. Kushtetuta domethënë nuk e përcakton ndryshe, po thotë, po mirë, po por vendi nuk mund të mbetet pa president. Këtu është problemi. Në sistemin tonë. Ne them çast kështu pa përgjeshëm, që të shkojmë edhe 6 muaj dhe mos të zgjedhim presidentin. Në këtë situatë që shpëjon ka sjellën partitë politike, mund ndodhë edhe kjo. Atëherë duhet më drejtuar te gjykata kushtetuese, edhe gjykata kushtetuese me sa çka do të bëhet pas 6 muajve. Pas 6 muajsh të drejtohet edhe një kërkesë tjetër gjykatës. Sigurisht se atëherë jo duhet më edhe më shpejt para se më skaduaj mandat. Nëse shihet situata se nuk u ka zgjedhur presidenti, atëherë duhet më drejtuar gjykatës kushtetuese. Është një praktikë e gjykatës kushtetuese që thotë po, nëse nuk zgjedhet në këtë afatin që është ushtrues detyre, atëherë kryetari i gjykatës kushtetuese e merr mandatin edhe ai ushtrues detyre derisa të zgjidhet presidenti i ri. Por që gjatë kohës është praktikë e Evropës, nuk do të kemi kuvend. Po mirë, po gjatë kësaj kohë nuk do të kemi kuvend, se i bie që shpërndahet.